Një vendim që mori Ministria e Tregtisë ende nuk po gjen zbatim të plot. Ky dikaster caktoi marshën e fitimit për naftarët, por jo të gjithë po e respektojnë. Ky fakt u përmend të martën në kuvendin e shoqatës së naftarëve. Se nuk është vetëm një vendim, por një vendim të parë ndërprerja çdo herë 3-4 vendime qeveria, edhe si vjen këtë vit Ministria e Tregtisë ka marrë 3 vendime për çmimin tavan, për marrën tregtare, për drejson kushtetut, edhe në ligjin e naftës, edhe në gjitha është treg i lirë. Antarët e shoqatës përveç çmimit, ankesa kanë edhe për mos ndërtimin e deponisë për rezerva shtetërore. Këtu po na kritikojnë si po rritet çmimi në Bezë, për ju këtu po na s'kena çore se nuk e kemi asnjë rezervë, ne kemi vetë rezervat tona. Shteti do të më ndërmarr me bëni një deponi të madhe, 50 milionë. Madje thonë se këtë se bëri llaf askush. Asnjë kryeminist nuk e ka premtuar se rezervat shtetërore të naftës ku do të jenë e si do të jenë. Po ne do të arrijmë qëllimin ton, do të kërkojmë që rezervat shtetërore të shpërndahen në të gjitha pikat e karburantit. Për qeverinë e ardhshme këta e patën edhe një kërkesë. Për ndryshimin e udhëzimit administrativ, 15 hyje për 2022. Ministria e Ndërmarrësisë dhe Tregtisë mori vendim ditë më parë rreth marzhës tregtare maksimale. Në të u tha se shitja me shumicë të ketë fitim deri në 2 cent, ndërkaq me pakicë 10 më shumë.